Ore, unë vi nga praktika, nuk vi nga teoria dhe nga leksionet, po vi nga teori, nga praktika. 65 kërkoni të vend shërbim në familje një sekundë. Jo, nuk bëhet fjalë për 60 vjeç. Unë kam një 54 vjeç aty për paraplegjike. Unë s'kam për të vajtë në njërë 65 o gocër. Kuj kam unë atë luks? Ti kupton që si jeton do të vesh 65. Unë jam shumë dakord me zonin. Problemi është që këta 60 vjeçari jetojnë vetëm. Në lagjen që jetoj kam shkuar 2 herë te njësia administrative për ankesa. Një herë ka qenë për rrugën, po s'ka lidhje me temën. Një herë kam shkuar se një person atje në lagje e bura re që jetonte shumë keq. Dhe shkova si qytetar, se nuk zgjidhin gjërat individualisht. Dhe shkoj t'i them punojësve social tek njësia administrative. Dhe më morën telefon pas një dite, që në distancë ajrore 100 metra larg nga njësia. Nuk e lokalizuam dot, nuk i kisha dhënë koordinatët, është kjo shtëpi. A nuk e gjenin dot ku ishte? Jo. Po s'ke vajte patronazhisti dur, ke vajte në një gabuar, do të vetë ai. Do të them që Flasim pak me shifra se me ngjarje personale është kohë. Jo me shifra ti do flasësh më se ti na terrorizove. Jo prit, 1.6 deri 1.8%. E këtyre personave që jetojnë vetëm marrin shërbim publik, kujdes publik. Ekziston në bashki kjo? Ore 1.6 deri 1.8%. Ore zotri, të lutem, pse nuk shqetësohesh ti që ne kemi azile dhe nuk funksionojnë azilet? 6 shtëpi pleqke, 332 persona janë. Më falë, po nga nga tjetër. A i kemi azilet e dashur? Ne tjeniti që në Shqipëri ka azile? Pa tjetër. Pse nuk funksionojnë azilet atëre? Unë besoj. Azile private. Jo, jashtë shtetërore. Për shifra, më falë. Gjashtë shtëpia Janë 60.000 që jetojnë vetëm. Ndërkohë, po të hedhim syrin nga nga tjetër, nga kjo mosh 65 dhe në 74, si pas Instatit 2024, janë 36.000. Jo, janë 120.000 që jetojnë vetëm. Jo, të kësaj moshe që punojnë. 15% zyrtarisht. Tjetër punë. Një sekund, të lutem. Këtu ngatrohen. Jo, nuk ngatrohen. Unë them këtë, ai mund të punoj, po në shtëpi jeton vetëm. Ai është një person. Po ne do flasim për personat aktiv këtu. Ne do flasim për personat aktiv. Edhe unë thashë ne duhet ta përcaktojmë. Nëse flasim për pensionistët aktiv, ne jemi duke folur për një term që është në gjithë botën, që po diskutohet gjithandej, që punësimi gri është gjithandej. Përse lind nevoja e azilit privat, kur ne kemi shërbimi shtetëror të azilit, pse? Jo, shërbimi shtetëror nuk i përballon dot. Pse nuk i përballon dot? Po 5 janë gjithsej nga 100, ja 10. Po me sa duhet të hapësh? Më 6. Po sigur të kemi edhe 10. Nga 100 shtretër që kanë. Kriteret për atje janë që duhet jenë absolutisht duhet jenë pa fëmijë, duhet kenë një fatkeqësi të jashtëzakonshme. Atje nuk futesh. Po ka kritere shumë të forta për të pranuar atje. Njerëzit që janë, shiko, ka sa përvoja shumë të mira në Sarandë. Në Sarandë është një qendër ditore, që është për gjithë të braktisur, se po flalon atë njënë, nuk mund të, unë si quhet braktisur, sepse... Jo, po flasim për azilet shtetërore, mos e ngatrojmë. Është shtetëror, me ka bashkia, po është qendër ditore, që do të thotë, ai moshuari, dhe unë s'do ta quaj plak, ai shkon, luajnë kënaqen, ka një shoqërizim, ore bie në dashuri, do ta dish lidhen, në do ta dish me qirallafi, sepse kjo është pjesë e jetës. Po shumë mirë, dhe secili prej tyre por atë lutem. Ka rënë dashuria. Dhe shikosh pjesë e jetës. Pra, nëse ne duam që këta njerëz, ky brez, unë mendimi im është ti trajtojmë me shumë respekt. Fjala plak nuk duhet thënë e para. Një sekond. Ja një sekond. Për mua respekti është t'u jepet mundësia me ligj. Po t'u jepet pra kush do jepi? Të kenë mundësi. Po unë jani do vemi të unë kam iden tjetër. Të parespektuarit këtë moshë. Dakor. Unë besoj që kjo mund të jetë në gjithë botën, nuk është këtu mendoj. Absolutisht nuk është në gjithë botën. Si nga mbi 10 vende në botë i kam vizituar dhe i kam studiuar dhe kam jetuar, kam ngrënë me ata. Si ndodh në botë? Si ndodh? Ja një sekond. Ja po flasim vendet e zhvilluara njerë që atë më njëherë me shteti e kanë pa pagesë. Patjetër, dhe janë në pritje. Nuk është e vërtet. Unë vi nga Gjermania, jam e sigurt. Po unë nga Gjermania kam projektin që duan të sjellin këtu 100 banor dhe më thonë ne të falenderojmë. Nëse ne sjellim 100 të kësira. Nga Austria, nga Anglia, nga gjithë vetëm të gjejmë forcën shteti nuk ka mundësi të mbajë këtë po them. Jo, po nuk është puna nuk të lëm. Nëse ajo thotë që shteti aty kujdeset, dhe ti thua shteti nuk kujdeset? Jo, nuk kujdeset shteti, duke filluar që nga paga minimale që ka 100.000 lek, maksimumi 200.000 lek është pa mundur të kujdeset. Jo, atje funksionon teoria e siguracionit dhe dashur. Sepse atje janë siguracionet, po që e marin për sipër dhe i marin pensionin, i marin edhe shtëpin, i marin edhe kanë siguracionin. Këtu nuk ka asnjë lloj
do me thënë ndihme nga shteti, përkundrazi, unë tatimet i kam shumë të larta, unë kam ujtë dhe drita 3 fish sikur t'jem një biznes, ndërkohë që këto duhet punën që të ulet çmimi. Për biznesin tuaj dhe tatimet e ore, ne po flasim për t'i streuar njerëzit që janë... O shteti këtë duhet bëj. Çfarë duhet bëj? Të shteti duhet bëj të heqi tatimet, si që ka si bota. Po duhet i heqi tatimet, mure fare. Duhet më heqi ujnë 2 fish dhe drita Nëse jeni projekt, nëse jeni biznes, që do të ndihmoj ty dhe jo biznesin tim. Po që thoni juve, po që thot bota? Shteti duhet që për çdo bashki ketë bashkë popullsisë. Nëse ne po pretendojmë të shkojmë në Europë, nuk është kjo politikë. Si logjike ka të saktë ajo. Nga momenti që je biznes, jo nuk është. Nga momenti që je biznes social, Ornela, të lutem. Është biznes social. Duhet të trajtohet si biznes. Individ të cilët kanë mundësi të paguajnë atë 1 milion lekë në muaj, janë aq pak sa që me gjithë, prandaj po them, 332 janë shtëpitë publike të kujdesit të moshës tretë, 700 të tjerë janë që paguajnë. Përderisa unë nuk kam mundësi të paguaj një infermiere tjetër të vit ajo tetor nuk më del. Po e vërtet. Ai ku kam shifra që këtu janë 500.000 pensionistë, 500.000 nga 700.000 gjithsej që marrin pension qesharak. Pension në nivelin e minimumit jetik, nëse do të thonim 200.000 lekë. Këta janë pensionistë elitarë që kanë mundësi të paguajnë 1 milion lekë. Jo, janë fëmijët, jo pensionistë elitarë. Jo. Unë i kam me pensionin 100.000 lekë, po janë fëmijët që paguajnë. Dakor, po bashkë po i konsiderojnë. Po dhe njerë, këta 500.000 tjerë që marrin pension, jo ka shumë Ornela, mund të pension 100.000 lekë, nuk kanë asnjë mundësi të vinë tek azili juaj privat. Atëherë duhet që shteti, këto institucione, përveç se duhet të rrisë pensionet në mënyrë thelbësore. Jo dhe ti ndihmoj, se ka buxhet. Jani, si ka mundësi që nuk protestojnë këta pensionistët? Jo, pensionistët kanë 1 vit që protestojnë, edhe me ndihmën e lëvizjes bashkë. Do thonë, jo, është interesant që në 30 ca vite asnjëherë nuk kishin protestuar pensionistët më përpara. Çka do të thotë tani që të dalin pensionistët në protestë, siç ndodhi vjet 8 protesta radhasi, edhe javën e shkuar ditën e njëjtë protestuam sërish tek parlamenti dhe me gjasë do t'i vijojmë protestat për pensionistët, pra është një indikator që tregon gjendjen që sa po vjen dhe po degradon në raport me pensionistët. Ata kanë bërë partinë e tyre, në Suedi janë mosha e tretë ka bërë partinë e tyre. Edhe këtu kemi një parti. Dhe kanë bërë... Kemi një... Jam duke folë është një lider fantastik. Parti që mbështet dhe vetëm përfaqëson këtë moshë. Ati janë vetëm shtetërorë, unë kam jetuar 6 muaj në Suedi, kam vizituar mirë, kam një projekt super të pasur dhe janë thjesht një vend super social. Për çfarë po kërkojmë? Atje sa del fëmia që 18-19 vjeç fillon punojnë, 50% i jep shtetit. Po prandaj po themën që janë të braktisur nga shteti. Po prandaj po them, janë të braktisur nga shteti. Një sekond, Ornela ta bëri pyetje në fillim dhe tha, janë të braktisur nga shteti, po janë të braktisur dhe nga fëmijët. Edhe nga shoqëria. Po shoqëria po njerëz, që se kanë ashtu fare se unë gjatë gjithë historisë vetëm 2-3 herë kam parë këta që protestojnë për të moshuarit. Të tjerë nuk i kam parë. As ata vetë nuk i kam parë. Pse janë braktisur nga fëmijët? Ai ka ikur që fu 20 vjet. Ka ikur 20 vjet, ka krijuar jetën e tij. Çfarë do bëj ai, do kthehet? Jo, ai të mos kthehet, po të mos harroj kush ja bëri kokën. Po kush e ka që kanë harruar? Se justifikim është ky. Po jam e kisha një rast që ishte në burg. Po mimo, po unë kam shokun tim të ngushtë që i ndeti mamas aty pinc mëngjes drektar e larë nuk e shplar. As para s'kishte, as punë, as gjë. Si ka mundësi që ky e bënde këta të tjerët ikër kanë se pas kanë jetë këta? Po prindi nuk është jetë? Në Gjermani që po flasin, fotozonja, në Gjermani me detyrim, nëse dikush është nën minimumin që nuk ka të mbaj veten, çdo fëmijë kudo që jetë, i merren lekët nga banka. Për prindin. Ju e dini, bravo, se erdhe ke pyetja ime, bravo. Pa diskutuar, këtë mund ta bëj shteti, po dyshet për çfarë ta bëj? Që ju e dini patjetër e dini. Nuk janë fëmijë, është motra vllai. E qartë. Tani, ju e dini që pensionistët shqiptarë s'kan lekë për ilaçe? S'kan lekë për ilaçe. Ja, një Parkinson ke mua do 215.000 lekë për ilaçe, mo nuk ju dalin lekët për ilaçe. 215.000 lekë. Çfarë do bëj ai? Nuk i dal tani. Fëmijët që i mbështesin pensionistët sot, është e pamundur që ata të ndjetojnë ekonomikisht. Jo tek ilaçe. Fëmijët kanë skemën, që skema ka ca ilaçe që janë ilaçe skandaloze. Përveç se duhet zgjeruar ajo lista e banave të rimbursueshme, duhet cilësia. Ato ilaçe që jep skema e rimbursimit janë skandaloze.